shembull konkret ndodhi para disa vitesh që ishte çështja e Open Balkan për shembull, që ishte në dëm të popullit Kosovës, në dëm të interesave të Republikës së Kosovës, mbështeti fuqimisht nga Donald Trumpi në mandatin e tij të parë, mbështeti akoma më fort nga Edi Rama, që shkoi me helikopter që ta bekonte këtë si marrëveshje. Çështja e demarkacionit ishte në dëm të popullit Kosovës dhe kryeministri i një vendi ka detyrën që përballë partnerit të thotë shiko, interesat mes partnerëve janë interesa gjeopolitik. Kur këto interesa nuk përkojnë me interesat e popullit tënd, duhet të vësh kufirin. Dhe këtë gjë duhet bënte Edi Rama në raport me ju mendoni në raport me Netanyahu. Ju mendoni, po ja kemi përgjigje të shiko, vetë na ke mësuar me këtë lloj komunikimi në këtë debat. Mësuar Redi, pra nuk kam se ne juve janë rregull, po Redi s'është mësuar. Ju mendoni që ka veprime të Shtetit Bashkuar të Amerikës që bien në dëm të interesave të popullit shqiptar? Atëherë, nëse unë do besoja se antarësimi në bordin e paqes ishte në dëm të popullit shqiptar, unë do kisha votuar kundër kësaj marrëveshje. Unë abstenova. Pse? Sepse këtë që kanë bërë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe unë bëra një pyetje për çfarë është ky bordi paqes dhe nuk është se ka marrë një përgjigje të saktë. Ne nuk e dim se si do të jetë raport me Nuk e dim pasojat që do ketë për Shqipërinë, për integrimin e Shqipërisë në UE. Pastaj në një moment të caktuar. Më fal, një sekondë, e një të fundit. Në një moment caktuar, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një pozicion me Europën pak të agravuar, shfrytëzohet ky lloj konflikti nga ana e kryeministrit dhe shkon te bordi paqes, që dhe sot e kësaj dite nuk ka një transparencë dhe nuk e kuptojmë çfarë është ky bordi paqes. Koha do ta tregojë. Duhet të dini diçka dhe do ta mësojmë me kalimin e kohës. Nuk ka asnjë marrëdhënie të acaruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e zgjojnë dhe po e shkundin Europën nga gjumi letargjik i cili ndodhet aktualisht. Për çështjet e sigurisë, për shkak se po e zgjon më se tarifat ju e keni parë se çfarë ka bërë Trumpi. I ka ngritur, i ka ulur derisa ka parë që ka filluar zgjimi. Ta konkretizojmë në Shqipëri, sepse marrëdhëniet midis qeverisë shqiptare dhe administratës Trump duhet diskutuar sepse ka disa çështje të hapura. Janë pezullimi i vizave për emigracionin ku qytetarët shqiptarë nuk mund të bëjnë bashkim familjar, ata që kanë fituar llotarinë amerikane apo ata që kanë aplikuar për punë në SBA nuk shkojnë dot pasi janë pezulluar vizat. Në Kongresin Amerikan ka një bill për hetimin e investimeve strategjike në Shqipëri pasi dyshohet se ka lidhje me financimin nga nga kartelet e drogës. Nga kartelet e tjera, narkopolitika. Dhe së treti, ne nuk kemi një ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës prej 3 vitesh në vendin tonë, çka e ka bërë më të vështirë komunikimin me administratët amerikane dhe duhet her pas here të bëjmë kapërcime me interlokutor të ndryshëm, Tony Blair. Rita, do ketë një përplasje midis OKB-s dhe këtij bordi, se ky bordi më duket se ka zhduk OKB-n. Unë mendoj që e zgjon. Po e lë pa lek OKB. OKB-ja ka vite që është zhdukur, më thuaj një konflikt që ka shuar OKB-ja. Sepse vendet kryesore të Këshillit të Sigurimit që janë Kina, Rusia, Franca dhe Britania dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra 5 vendet, janë në acarim me njëri tjetrin për luftën në Ukrainë dhe për çështjen në Iran. Dhe normalisht, kur ata janë në fërkim me njëri tjetrin, OKB-ja kalon në plan të dytë, sepse shefat po zihen apo elefantët po zihen dhe prishet bari poshtë. Dhe kjo është